Në qoftë se ndonjëherë në jetën tuaj ndjeni që doni të flisni me një njerëz dhe t'i thoni sekretet tuaja, hallet tuaja, problemet tuaja, mënyrën se si ziheni me burrin, nëse doni të qani ndonjë hall për vjerrat ose për kunata, tematika më e nxehtë e momentit. Por çdo lloj problemi, po them, çdo lloj problemi që mund të keni në jetën tuaj, mund të vini të ma thoni mua, dhe mos të keni pikën e merakut që ky muhabet mund të dalë ndonjëherë në jetë të jetëve nga goja ime. Se jo për gjë, jo se s'dua unë thashë theme, më kuptoni drejt, po memoria ime që pas lindjes është bërë në të tillë mënyrë që harroj edhe çfarë po mendoja në këto momente. Imagjino edhe për të bërë këtë video, në shkruajta një herë përpara se thash mos e harroj fare si ide, se realisht nuk e kam parë veten time ndonjëherë më keq se kaq. E kam telefonin dorë dhe breth kërkoj telefonin nëpër shtëpi si e çmendur, po ç'a kërkon, ç'a kërkon. Jam gati të marr vetvete me telefon, them ku e ke lënë telefonin, më kuptoni se sa rënd që jam apo jo. Edhe kam 2 vite e ca që kam lindur, nuk e di se sa do zgjasë kjo situatë. Sa hajde në fillim thosha ha se sa kam lindur, po ka kaluar 2 vite e ca, u bëra gati për të lindur tjetrin tani. Apo kur të lind të dyti merrta të pjetën fare muhabeti thuaj. Nuk e di se si e keni muhabetin me memorien ju mama, më ndihmoni pak dhe më thoni që nuk jam vetëm se do shkalloj pastaj.